Një burr po ngiste makinën përgjatë autostradës kur pa pritur ajo prishet përpara një manastiri. Afro të derë dhe troket, një murg i hap derën. Burri shpjegon situatën dhe murgu e fton në mirësi brenda. Murgjit ofrohen ta riparojnë makinën dhe e lejojnë të qëndrojnë gjatë natës ndërsa merren vetë me makinën. Atë natë burri dëgjon një tingull të çuditshëm, një zhurmë të butë, një fërshëllim e shoqëruar me një trokitje ritmike, ndryshe nga çdo lloj tingulli që kishte dëgjuar më parë. I intriguar, ai pyet murgjit të nesërmen mëngjes, por ato vetëm buzëqeshin dhe i thonë: "Nuk mund ta themi se ti nuk je një murg." I zhgënjur, por mirënjohës për mikuritin e tyre, burri merr makinën dhe largohet. Disa vite më vonë, makina e tij prishet sërish përpara të njëjtit manastir. Përsëri murgjit e mirëpresin dhe riparojnë makinën. Atë natë ai dëgjon të njëjtin tingull misterios. Kur pyet të nesër mëngjes, ato japin të njëjtën përgjigje: "Nuk mund ta themi sepse ti nuk je një murg." Këtë herë burri është i vendosur ta zbulojë sekretin dhe merr një vendim. "Mirë," thot, "do të bëhem murg. Si mund ta bëj këtë?" Murgjit i përgjigjen: "Është një proces i gjatë, duhet të udhëtosh nëpër botë, të mësosh të jetosh me përullësi dhe të përkushtohesh shërbimit ndaj të tjerëve. Pas 10 vitesh, nëse mbetesh i përkushtuar, mund të kthehesh dhe do të shohim nëse je i denj." Burri pranon dhe niset në udhëtim. Ai udhëton nëpër botë, udhëton në mënyrë modeste dhe i kushton jetën ndihmës ndaj të tjerëve. Pas një dekade ai kthehet në manastir. Murgjit e mirëpresin dhe bien dakord se ai e ka vërtetuar përkushtimin e tij. Më në fund ata e çojnë te një derë e madhe dhe e fortifikuar. Murgu i jep qelsin dhe i thotë: "Tani mund ta mësosh sekretin e tingullit." Burri i mbushur me gëzim hap derën dhe hyn brenda. Ai zbret nga një shkallë spirale që e çon tek një derë e madhe. Ai hap atë derë dhe vazhdon të zbresë. Derë pas dere, secila më madhështore se tjetra, ai ecën përpara derisa arrin në një derë të artë në fund. Me duart që i dridhen, ai hap derën e fundit. Hyn brenda dhe atje është vendi nga vinte tingulli. Dhe e dini çfarë ishte? Nuk mund t'ju a them se ti nuk je një murg.